Mirëmbrëma qendrestar, njerëz të lirë. Mirëmbrëma doktor Berisha. Mirëmbrëma të gjithëve shqiptarëve kudo që janë. Sonte nuk duhet të flas për hallet e partive. Do të flas për hallet e shqiptarëve. Shumë prej jush më njihni, po, unë jam demokrat i viteve 90. Sot flas si bashkëshort, si prind, si fermer dhe si qytetar që kam parë padrejsinë nga afër. Kam ardhur të them realitetin dhe jo slogane. Kam ardhur të flas për shëndetësinë, arsimin, bujqësinë dhe pensionistët, pasi jam vetë pensionist. Shëndetësia falas, një gënjeshtër e madhe. Shqiptarët paguajnë çdo vit taksa për sigurinë shëndetësore, si të thuash me detyrim. Po kur vjen sëmundja, shteti zhduket, avullon. Askush nuk ndihmon dot, përveç nëse ke para në xhep. Spitalet tona janë mbushur plot me korrupsion dhe bosh me dinjitet. Nuk pyet njeri sa vite ke paguar sigurime. Pyet vetëm sa para ke në xhep. Në korridoret e spitaleve sot jeta e njeriu të vlerësohet më pak se një faturë private. Mjekët e ndershëm, ata që u futën në profesion për të shpëtuar jetë, po ikin nga ky vend. Jo pse se s'duan të punojnë, por sepse s'duan të bëhen pjesë e pisllikut. Të mësojnë të bëjnë para me shëndetin e pacientit. Ata që kanë mbetur, shumë prej tyre e shohin pacientin si burim fitimi. Trajtimi nuk matet me nevojë, por me çmim. Jeta e njeriu është kthyer në treg. Unë e di këtë nga afër. Gruaja ime fatkeqësisht kaloi sëmundjen e rëndë të kancerit, me tension dhe me aritmi. Nëse unë do të mbështetesha tek mjekësia falas, sot ajo nuk do të ishte gjallë. Unë shita gjithçka që kisha për ta shpëtuar dhe fal Zotit sot është në këmbë. Kjo nuk është histori personale. Kjo është akt akuzë kundër një sistemi që i le njerëzit të vdesin në varfëri. Parat për shëndetësi nuk munguan, u vodhën. Nga pushtetarët ku gjysma janë në burg dhe gjysma janë në akuzë. Ndërsa ne shesim çdo gjë për jetën e njerëzve tonë, ata ndërtuan pasuri me gjakun tonë. Shqipëria nuk duhet të falsoj vetëm fjalën shëndetësi, duhet të falsoj veprën. Duhet të ndaloj vjedhjen dhe të shpëtoj jetë. Arsimi është shembur, jo nga nxënësit, nga sistemi. Sot trekenshi familje, mësues, shtet është shkatruar. Familja dorëzohet, mësuesi është i vetmuar dhe shteti zhduket. Fëmijët e politikanëve shkojnë në shkolla private me makina të fundit, me udhëtime jashtë shtetit, ndërkohë mësuesi i ndershëm shkon në shkollë me biçikletë. I pambrojtur, duke u frikësuar nga nxënës që pina shash, mbajnë thika dhe shpesh dhe armë. Sot në shkollat tona ka përleshje mes të rinjve, ku ka patur dhe viktima. Dhe çfarë shteti? Policia shpesh mbështet agresorin dhe jo viktimën. Mësuesi hesht nga frika, nxënësit e mirë kërkojnë rrugë tjetër, prindi i ndershëm dorëzohet. E ardhmja e dijes po shkon drejtim perëndimit, sepse atje dia dhe disiplina vlen. Këtu në vend të dijes vlerësohet pazari, influenca dhe lidhjet. Shqipëria që harxhon për shkollat, por nuk mbron mësuesin, nuk mbron nxënësin dhe nuk vendos rregull, është një vend që po përgatit errësirën e të ardhmes.
Arsimi nuk është kosto, është themeli i çdo shoqërie të fortë. Bujqësia në Shqipëri sot është një histori e braktisur. Fermeri është lënë vetëm, pa mbrojtje, pa treg, pa dinjitet. Tokat tona po mbeten djerë, fshatrat po zbrazen, ndërsa ushqimi që mund të rritet këtu po importohet nga jashtë. Fermeri punon gjithë vitin me çmim nën kosto. Ndërmjetësit pasurohen dhe prodhuesi varfërohet. Nuk ka vizion, nuk ka orientim, nuk ka mbrojtje. Në letër flitet për bujqësi bio, për produktet vendore, por faktet flasin ndryshe, sepse produktet importohen dhe pas një lloj kontroll sigurie. Askush se ndihmon fermerin. Një vend që harron bujqësinë, harron sigurinë ushqimore, harron traditën dhe jetën e fshatit, pa bujqësi të fortë nuk ka ekonomi të qëndrueshme, nuk ka punësim, nuk ka shëndet. Fermeri s'është problemi, ai është zgjidhja. E vërteta është e thjeshtë. Nëse tokat jonë nuk punon, ky vend nuk do të ngrihet kurrë. Pensionistët, unë jam pensionist. Kam punuar 42 vjet. Dhe nuk më del pensioni. Punoj në një ullish të subvencionuar nga qeveria Berisha. Sot kemi falimentuar, sepse shteti s'na përkra në asnjë drejtim. Unë nuk punoj për të pasuruar, punoj se nuk më del pensioni. Pensionistët paguan sigurime për tekata, punuan në shi, në vap, në fabrika, në tokë, ndërtuan këtë vend dhe sot shteti i u kthen shpinën. Ndërsa pushtetarët rrisin rrogat, jetojnë në luks, bëjnë jetë të shfrenuar, mjaft më, duan pension dinjitoz. Pensionisti është bëjsëmuri, edhe për vetë moshën, por edhe i pambrojtur. Ilaçet e rimbursuara nuk gjenden, dhe ato që gjenden janë të skaduara. Spitalet kërkojnë para, pa para nuk ka shërbim. Sa pensionistë kanë humbur jetën sepse nuk kishin mundësi të kuroheshin. Kjo ka një emër, krim social. Një shtet që poshtron pleqt është shtet pa moral. Sepse sot jemi ne pensionistët, nesër jeni ju, pas nesër fëmijët tanë. Respekt për pensionistët. Shqipëria është e qytetarëve. Dhe po ju them qartë nga ky shesh, kush nuk respekton pensionistët, nuk meriton të qeverisë Shqipërinë. Këto fjalë nuk janë urrëtie, janë fakte. Dhe e vërteta sa do të dhëm, duhet thënë, sepse një popull që hesht përballë padrejtisë bëhet pjesë e saj, dhe një popull që flet nuk trembet, nuk shitet, nuk ndalet. Nëse dëshirojmë ndryshim, fillon me zërin tonë, me drejtësi dhe veprim. Prandaj, mjek, infermier, mësues, pedagog, nxënës dhe student, fermer dhe biznesmen, ejani të bashkohemi, të dalim në shesh, të hedhim këtë kalpsirë në koshin e plerave